Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion. Shqip është një hapësirë bashkëshqiptare. Andaj, nga të gjitha trevat, jeni të ftuar të ndajmë dilemat, dëshirat, mundësit, përpjekjet edhe arritjet tona. Sot është jeton Selimi dhe Riad Bejtullah, mirë se keni ardhur. Dy student, jeni 23 vjeçar? 23 vjeçar. Dytë. Janë të dy shumë të rinj dhe janë të profesionist në atë që bëjnë. Janë të dy në përfundim të një libri të rëndësishëm që i ka kaluar praktikisht filtrat akademik dhe do të publikohet muajin e ardhshëm në lidhje me krimin organizuar ndërshqiptar. Do të flasim më shumë për librin e tyre, po do të flasim gjithashtu edhe për zbulimet e tyre në lidhje me diçka e cila është e kemi detyrë ta njohim, ta kuptojmë, se ndryshe nuk e çmontojmë dot, nëse duam ta çmontojmë apo jo. Së pari, libri pra për një muaj është gati. I realizuar nga ju të dy? Fillimisht, sa i përket pjesës së librit, libri është punuar 4 vite radhazi. Ju jeni student? Jemi student të kriminalistikës, domethënë kemi përfunduar fakultetin e kriminalistikës në Shkup. Pastaj kemi vazhduar studimin në drejtë penale në master, domethënë universiteti në Shkup. Universitetin e Tetovës, faktikisht, domethënë universiteti shtetëror. Po mirë, po ky universitet sa i përket shkencës së kriminalistikës vonë është akredituar, për shkak se gjithmonë shkenca e kriminalistikës në Maqedoni ka pasur zbehje, të themi, sa i përket aspektit shqip. Kanë qenë disa universitete tjera private, por nuk kanë qenë deri në atë në formë të profesionalizuar. Nuk e njoh, në fakt, nuk e kam idenë si funksionon në Shqipëri. Ka kriminalistikë në Shqipëri? Në Shqipëri ka kriminalistikë. Ka fakultet? Fakulteti është në kompetencat të Universitetit të Tetovës, po ashtu e kemi edhe profesorin nga Tirana, Ervin Karamuçi, që është ekspert i kriminalistikës. Ervin është profesor? Është në Tetovë? Jo, në Universitetin e Tiranës, domethënë edhe ka drejtim të kriminalistikës këtu. Është shumë profesor i mirë në këtë aspekt. Po ashtu, rrugtimit ton, sa i përket rrugtimit ton akademik, ne përfunduam bashkë, katër kemi qenë gjenerat shkollën e mesme për ekonomi dhe drejtësi, pastaj filluam studime në Universitetin e Tetovës. Ju nga jeni të dy? Shkupit, po. Domethënë shkollën në Tetovë, se vetëm Tetova kishte këtë drejtim. Filluam studimet atje, bashkërisht me kolegun tim, domethënë fokusi jon ishte ambicios, me vullnet që të arrim jo vetëm një përfundim të fakultetit, po të arrim rrugën akademike më të qeshme, të shohim se çfarë do të sjellim për këtë drejtim ne si shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nga gjithë kjo, në 4 vite radhazi jemi shpallur studentët më të dëlluar, me sukses mbrej 9.5 e lartë për 4 vite radhazi, si bursist të Universitetit të Tetovës, po ashtu edhe në nivel republikan, sa i përket shkencës së sigurisë. Nga kjo kemi pasur konferenca të ndryshme, gara të ndryshme akademike. Bashkë gjithmonë keni? Gjithmonë kemi qenë bashkë. Bile konferencë, ka patur konferencë faktikisht ishte garë akademike që organizua nga organizata e paqes ndërkombëtare, ku gjithsej ishin 40 projekte që do konkurronin, dhe të 5 më të mirët do të financonin apo do kishin donacion nga organizata. Vendi jon kaloi vendin e dytë atëherë, ishim viti i dytë, mendoj. Ku tema ishte inkurajimi i gjenisë femrore në shkencën e kriminalistikës. Për shkak se gjithmonë kjo shkencë, domosdoshmë në trevat shqiptare, ka pasur dobësi për gjenisë. Pra ja merr mend unë gazetare që nuk e di që ne kemi një ide këtë të tillë. Domethënë i bie që profesor Ervini, ndërsa flet kaq shumë për krimin, duhet flasi për kriminalistikën edhe degën e tij, që ta bëjmë më të njohur. I bie se ka bërë mirë detyrën profesori juaj, që ju e mburni gjithsesi dhe e dini ju, s'kam si ta di unë sa i mirë është ai. Por dua të kuptoj që ju bashkëpunoni, pra ju jeni në Tiranë, sepse keni një aktivitet të përbashkët, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e Veriut. Gjithë fakultetet, pa marrë parasysh se është i Shqipërisë apo i Maqedonisë apo i Kosovës, bashkëpunojnë ndërmes veti, sa i përket temave të ndryshme. Gjithashtu edhe kriminalistika është zhvilluar më tepër kohët e fundit në Maqedoni dhe Shqipëri. A Kosova është pak më e zbetë për temat e kriminalistikës. Dhe kurse në Maqedoni gjenia femrore është më e zbetë. Në Maqedoni e Veriut ka më pak. Më pak gjenia femrore është më e zbetë. Po në Shqipëri ka. Shqipëri besoj se është në numër më i lartë, më i mirë është një numër. Po atë tema që bët ju, cila ishte arsyeja që i mban larg, ose më mirë le të themi, cila është mundësia si t'i afrosh gratë? Sa i përket kësaj teme, ne i kemi analizuar në projekt atë kur fituam edhe në për këtë drejtim. Pikat kryesore, pse
gjinia femrore nuk kyçet shkencët e kriminalistikës apo është e dobët në këtë aspekt, është se mentaliteti tek shqiptarët. Gjithmonë ka qenë ajo lërë se kjo është punë burrorore, nuk është punë për femra. Domethënë e kanë dajtur vetë si dek, jo vetëm për pjesën e kriminalistikës, por edhe pjesën e policisë. Ka qenë shumë e dobët në atë aspekt. A pa detyrën e gjinies femrore, kjo punë nuk mund të bëhet. Për shembull, kontrolli i gjinies femrore në shumë bastisje të ndryshme. Pastaj kemi marrje në pyetje, ajo psikologjia femër me femër ka ndikuar shumë, dhe domethënë një mashkull nuk mund të nxjerrë informacion apo të marrë. Një femër arrin. Po, një femër arrin bashkëpunimin shumë më të lehtë. Kështu që ka nevojë për femrat në kriminalistik. Po, dhe prandaj projekti jon atëherë arriti edhe në Kombet e Bashkuara ku shkuam në Selin në Vjenë, në Vjenë patëm atje organizime të huajt ku fituam dhe donacion dhe financim, do implementua. Domethënë e bëm një analizë vitin 2021-2022, gjinia femrore në Maqedoninë e Veriut ishte vetëm 4 femra që kanë kyçur studimit. Më pas implementimit, për shkak se shkuan në shkolla të ndryshme të mesme, e prezantuam projektin, i inkurajuam, e prezantuam se çfarë përfaqëson kjo shkencë. Prej 2023 dokund kemi arritur 40 deri 45 gjinisë femrore që janë kyçur kësaj shkencë. Ta shohim se çfarë është kjo shkencë. Super, bravo. Domethënë ju nuk dorëzoheni, jo vetëm punë akademike, po edhe punë. Ashtu, po. Por i kryen personave të ri. Sa mirë. Ndërkohë, çfarë takimi është ky që bëhet tani, që bëhet nesër normalisht? Faktikisht konferenca akademike studentore është organizuar në Tiranë, në bashkëpunim me Universitetin e Tetovës, me Universitetin e Prizrenit dhe Universitetin e Gjilanit. Domethënë janë të buar gjithë studentët që janë në ciklin e masterit, që kanë qëllime akademike dhe në qoftë se kanë bërë ndonjë botim. Për çfarë dallim shkencë, nuk ka rëndësi. Ftohen që të komunikojnë me njëri tjetrin. Sa interesante. Ndërkohë, më bëri shumë përshtypje edhe mënyra se si u dërguat një email sa profesionale. Ja quat shumë mediave, u përgjigja vetëm unë apo si? Po, përgjithësi themi realisht ju ishit e para që cilët na keni pranuar. Dhe ish kënaqësi të jemi këtu. Falenderoj shumë për mbështetjen. Unë i përgjigjem gjithmonë të gjithë atyre që duan të flasin dhe duan të tregojnë çfarë bëjnë, cila do qoftë ajo. Domethënë është një kënaqësi e jashtëzakonshme që të jenë të ftuar në dritare nga të gjitha trebat. Aq më tepër që po flasim për kriminalistikën dhe për nevojën për të kuptuar më shumë çfarë bëjmë ne, sidomos pas viteve 90, domethënë mënyra se si krimi ka ndryshuar, mënyra se si duhet shkuar tek çfarë është kriminalistika në fakt? Çfarë bën ajo? Zbulon kriminalin, zbulon arsyet, çfarë bën kriminalistika? Do të pyes të dyve në këtë rast, zgjidheni vetë. Ashtu. Kush flet? Kriminalistika realisht është shkencë e re, e cila është avancuar kohën e fundit maksimum. Domethënë kriminalistika përdor metoda teknike, taktike dhe metodike. Dhe gjithë këto i grumbullon për vetëm qëllim për zbulimin e veprës penale e cila është krijuar nga ndonjë krizë dhe nxjerrjen e saj në pa. Pra, kjo shkencë, kohën e fundit është relativisht shumë e re, por ka avancuar shumë në shumë shtete, jo vetëm në shtetet rajonale. Fokus më të madh ka në pjesën e Evropës dhe pjesën e Amerikës, të cilët e fokusojnë shumë këtë shkencë. Siç e them, kohën e fundit e ne është më e zvet. Pra, kjo shkencë mendoj që duhet edhe shumë më shumë për të avancuar, për t'i dhënë një fokus të qartë. Si e kam fjalën për mënyrën studentore, se studentët i kyçin në këtë drejtim që të kemi gjenerata sa më të suksesshme. Ju jeni në momentin që mund të bëni një lloj krahasimi dhe të kuptojmë domethënë si është kriminaliteti i këtyre viteve, domethënë me çfarë ka të bëjë, me lëndët narkotike, me çfarë lloj krimi kemi të bëjmë ne tani në Maqedoninë e Veriut, duke krahasuar pastaj edhe me Shqipërinë, Kosovën, Ballkanin. Rastet i ke mund ta bësh. Sa i përket kriminalitetit, ndryshimit kriminalitetit në mes Maqedonisë Veriut, Shqipërisë dhe Kosovës, shpesh kriminaliteti është i njëjtë, por varion nga pjesa e shtetit. Shembull, ku është më i fuqishëm sa i përket asaj drejtimi. Shembull, narkotika më tepër është përfshirë në Shqipëri. Shqipëri ka më shumë këtë problematik. Arsyeja e vetme apo arsyeja mund të thënë se kryesore është vetë porti që e ka më afër, edhe shteti si Italia që e ka më afër. Grupet mafioze, krimet e organizuar më tepër janë zhvilluar në Itali, edhe jo ditë është parashikuar edhe më herët është parë. Shembull, kemi bashkëpunime edhe më tepër më të lehta. Shqiptarët e Shqipërisë kanë bashkëpunime më të lehta sa i përket Italisë, për arsye se më afër janë dhe bashkohen me ndragetat, me mafia tjera si Cosa Nostra e tjera. Kurse në Kosovë më tepër është krimi i kontrabandës së armëve. Kontrabandë e armëve, kontrabandë me qenjet njerëzore, njëta vlen edhe në Maqedoni. Maqedonia është më e kufizuar sa i përket krimit se sa në Shqipëri.
Krimi të organizuar. Po, krimi të organizuar, ndërsa sa i përket dhunës, pjesa e shqiptarëve të Shqipërisë kanë treguar dhe tregojnë ende më shumë brutalitet. Domethënë, Maqedonia e Veriut, Kosova dhe vendet rajonale me krim të organizuar për shqiptar, në aspekt shkencor, shqiptarët e Shqipërisë për kanë treguar më shumë brutalitet dhe dhunë. Dhe kjo i ka mbajtur, si të themi, më shumë emër. Më shumë që u ka dhënë. Çdo më thënë brutalitet dhunë ku? Brutalitet unë ka patur shembull rastet se cilët janë kryer veprat penale, shembull të ndryshme që janë organizuar, bëj fjalë për krim të organizuar. Te vrasjet, te hakmarrja brenda grupeve, domethënë gjithmonë ka qenë më brutale. Sa i përket Kosovës, mentaliteti ka qenë më i butë dhe më një farë frige nga shteti ose në Maqedoninë e Veriut. Domethënë grupet nuk kanë qenë deri në atë mas që të eskalojnë çdo lloj limiti. Pra po thoni që në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut krimi organizuar është nën kontroll. Në Shqipëri është jashtë kontrolli? Jo që është jashtë kontrolle. Domethënë kontrolli mbahet nga tutë shtetet, po e kanë fjalën për atë fenomenin dhe karakterin e mbrëmshëm të personave që e kryen këtë. Që shqiptarët e Shqipërisë janë më brutal, më të dhunshëm. Janë më brutal në aspektin e krimit organizuar. Domethënë këto grupe kanë treguar shumë vrasjet më të zakonshme të cilat kanë ndodhur brenda grupeve. Janë të përditshme dhe le të themi të pamëshirshme. Ka patur edhe nga Maqedonia e Veriut, Kosova edhe vendet rajonale vrasje, por nga analizat kriminalistike del që shqiptarët e Shqipërisë kanë patur një farë brutaliteti sa i përket karrierës së tyre në krim të organizuar. Mirë, ju më thoni brutalitet shqiptarët e Shqipërisë, po më falni, çfarë ishte ai rasti i Kosovës që ai tha pagoj një vrasje me pagesë dhe i tha vritet i tha në sy të fëmijëve, i mbajti dorën gruas që të vritej sy të fëmijëve. Ajo është falni, ajo ishte kulmeve domethënë. Ajo ka përcen limit, ajo ka të bëjë shembull me brutalitet mendor, ato është rast personal familjar, domethënë nuk ka të bëjë me krim. Nuk është krim organizuar, ka të bëjë çështje familjare private të cilat trajtohen nga aspekte tjera të kriminalistikës. Pra, domethënë, mund të themi që krim personal privat ka normalisht të dyja vende, por Shqipëria ka më tepër krimin organizuar. Krimin organizuar është i fuqishëm, i sofistikuar sa i përket gjithë aspekteve tjera. Po besoj se këtu ndikimi më i madh është se vetë struktura e krimit të organizuar, sepse më tepër janë në Shqipëri kanë hierarki. Si mund me them si piramid, se kemi kryesues të bandës, të grupës, të krimit të organizuar, ku ato ka edhe anëtarë të tjerë, të cilat veprojnë për ta kryer punën, të cilat janë punësuar, mund të themi, ose bashkëpunëtor. Shpesh në aspekt kriminalistik akademik është trajtuar se llogaritet krimi organizuar shqiptar si një mafia. Dhe shumë dilema janë ngritur mbi këtë aspekt nga kriminalistë dhe kriminologë të huaj. Jana Arsos ka një profesoresh nga Universiteti i New Yorkut, City University of New York, ajo shpesh është marrë me ulëmtimin e krimit të organizuar shqiptar. Dhe ajo konsulton se mafia shqiptare nuk është si një mafia, për shkak se nuk i plotëson kriteret e përgjithshme siç janë Camorra apo Ndrangheta e Italisë. Domethënë, nuk kanë ato fuqinë e madhe për shkak shembull zëm shembull, nëse disa grupe kriminale në Shqipëri ose kudo që të gjejnë tjetër shqiptare, kanë patur lidhje me politikën dhe janë mbajtur, kanë qenë aktive për ato afat kohorze më 5 vjeçar, 3 vjeçar. Me ndërrimin e qeverisë vjen domethënë strukturë tjetër. Atëherë këto organizata bie. E kjo shembull nuk ka ndodhur me Italinë dhe grupet tjera. Domethënë nuk e kanë ato fuqinë që t'i tregojnë presion shtetit për në aspekt të krimit. Për të akusatuar. Pra, që të quhet mafia do duhet që të tregonte presion shtetit dhe jo të binte nga ndrimi i pushteteve. Ndrimi i pushteteve. Pra, nuk e plotson këtë kriter dhe prandaj nuk mund të themi që në Shqipëri ka mafia. Në Shqipëri, nëse bëjmë një analizë të shkurtër se çfarë do të thonë mafia, në Shqipëri ka organizata kriminale dhe nëse 2 ose 3 organizata kriminale bëhen bashk, që ka pasur që janë bërë bashk, atëherë formohet sindikata. Dhe nëse 2 ose 3 sindikata pastaj bëhen bashk, atëherë lind mafia e mirëfillt. Deri më tani në Shqipëri kemi hasur në indicje, të themi e ka cektuar edhe vetë profesor Karamuço këtë definicion, se në Shqipëri kemi hasur në formimin e 2-3 organizatave që kemi indicje për sindikat. Pra nuk kemi arritur deri te ajo mafia e mirëfillt, familje mafioze e strukturuar. E kuptoj. Kjo është ky është një fakt i mirë. Kemi arritur atje. Por ndërsa s'kemi arritur atje, çfarë ke të fortë në Shqipëri? Çfarë ke vrasjet me tyre, kriminalizimin e shoqërisë, kthimin e tyre në element fetishi? Çfarë kemi forcuar fatkeqësisht të kriminalizuar? Sa i përket krimit të organizuar, domethënë, e gjithë shkaku varion prej bizniseve apo prej diasporës, domethënë. Shkaku i vetëm që sjell deri te dhuna apo deri te vrasjet është kretë bizneset ilegale që ka ndodhin në Shqipëri apo në tërë Ballkanin apo tërë shqiptare.
Çështja ilegale, domethënë transportimi i narkotikëve, merrja me punën e narkotikëve, kontrabandimi e armëve, kjo sjell deri te dhuna, deri te vrasja, shkaktimi i pasojave shumë më të mëdha. E gjithë kjo varion gjithmonë është e lidhur edhe me diasporën në Evropë, shembull, ose në Amerikë, sepse shumë shqiptarë ka që operojnë prej atje, por janë figura të fsheta. Faktikisht ato bashkëpunojnë, ato janë si lidhse me shqiptarët në trevat tona. Ato në mënyrë direkte shqiptarët nëpër Evropë apo në Amerikë kanë bërë bashkëpunim drejt për drejt me mafia tjera, krime të organizuar, do me thonë çka veprojnë në Itali, Gjermani apo krime tjera turke. Është cekur interesante dhe një vepër do të ta ndërlidh me këtë. Çfarë ka luajtur shembull rol në fillimin e mafisë shqiptare? Edhe interesant del se shumë analistë edhe e kanë konsumuar them këtë temë, është se roli i kanonit të Lek Dugagjini, domethënë janë bazuar në ato parimet e besës, në fillimet domethënë ka pasur besë, por kjo duhet parë në dy këndvështrime. Në fillimet e veta, mafia, pas hapjes së kufive, domethënë gjatë viteve 90-ta, kur dolën jashtë shqiptarët në Itali, në Gjermani dhe në NSHBA, u konsultuan se si bura të besë, do me thonë nga mafjat e huaja që u hipte punë, ato e krynin atë punë. Dhe nga kjo përfitonin. Do me thonë ishin punëtor në fillimet e tyre. Dhe kjo gjithmonë ndërlidhin me rolet e kanonit, jo vetëm të Dugagjinit, por edhe kanonet tjera. Por, sa i përket këndvështrimit të dytë, nëse flasim për krimin organizuar shqiptar sot, ky kanon nuk ekziston. Pse nuk ekziston? Për shkak se nga kjo del realiteti, se në ditët sot në shohim kemi vrasje të shumta brenda grupeve të ndryshme, vlla me vlla, partner me partner, por çështje kriminale pasurore. Do me thonë, është zhdukur ai parimi i besës të cilën u flitte gjatë viteve të fillimit të mafjes shqiptare. Dhe nga kjo del që shqiptarët jo që donin ta respektonin ato parim, por nuk kishin zgjidhje tjetër në fillimet e veta, shembull. Ishin punësuar. Tani që japin punë nuk kanë pikën e respektit. Fiksa ashtu del në një farë forme. Tani që japin punë, në fakt tani shqiptarët japin punë. Për të larë sapet, për të sjell dhe çuar drogë, për prostitucion. Ka më në Shqipëri në kuptimin kontroll ose trafik ndërkombëtar, si është tani Shqipëria? Në kohët më të hershme, fillimet sidomos. Sidomos fillimet gjatë tranzicionit apo gjatë viteve 90-ta që ishte, atëherë ka qenë kontravendimin me njerëz ka qenë shumë i madh. Tash kohët e fundit është zbe kjo. Se kjo është fokusuar më tepër në shtetet e Afrikës, shtetet më mbas që janë Ballkanit apo në karrierën e parë shqiptarët kanë vepruar si çdo popull tjetër, domethënë, sidomos pas kohën e luftës në Kosovë, çka ka qenë, kohën e luftës atëherë ka pas kontravendim shumë të madh të njerëzve. Për trafikim me njerëz, për përfitime apo dobi të vetët, ekonomike, sociale, dhe më thonë. Shumica të cilët janë transferuar në tregun e jashtëm, nga analizat e dala dhe hulumtimet që kanë bërë shumë profesor, del që nuk kanë qenë të njoftuara se ku po shkojnë. Dhe më thonë, pastaj kur janë përpallur me realitetin, dhe më thonë në shfrytëzimin e tyre në prostitucion, atëherë se shumica është krijuar një situatë pa lakmueshme në atë kohë. Gjithmonë kujtoj momentin kur duke ecur në rrugët e Prishtinës, Arbër Xhaferi po i flisja për intervistën që sapo kisha mbyllur me Roberto Saviano dhe ai fliste për mafian shqiptare. Dhe unë kisha një habit madhe që ai përdori termin mafia shqiptare, sepse unë mendoja që shqiptarët ishin punëmarrës, jo punëdhënës, dhe duke folur në këtë mënyrë, për intervistën që sapo kisha marrë atëherë me Roberto Saviano, Arbër Xhaferi më tha, "I shikon këto vila? Ato janë bërë nga prostituimi i vajzave shqiptare." E njëjta gjë pastaj kur hapa syt dhe fillova të kuptoj më shumë, e njëjta gjë kuptova që kishte ndodhur në Shqipëri, ndërtimet e para ishin në themelet e tyre shfrytëzimin e vajzave shqiptare, prostituimin e tyre nga vëllezërit, nga shokët e vëllezërve, nga djemtë e mirë shqiptarë, të cilët donin para me patjetër dhe ju mbyllun syt, ju ersuan syt dhe nuk donin t'ia dinin. Kështu që femra shqiptare është në themel të gjithçkaje, është rozafa jon. Do duhet flasim më shumë për këtë, por gjithmonë del diçka tjetër edhe e harojmë. Ndërkohë që sa mirë që ju i shkoni profesionalisht gjërave, besoj edhe në këtë libër, duke kuptuar çfarë është çfarë dhe duke i thirrur gjërat në emrin e tyre. Mua realisht forma habiti kohët kur filluam të mirem në këtë edukori, për shkak se ishim të ri dhe kur i kishe një temë kaq delikate, atëherë përballesh edhe me farë kritika të themi.
Kur fillova jo me aspektin e rangut të akademikëve, por me rangun e shoqërisë civile, kur merrshim mendime. Edhe për pyetja jonë ishte për herë, pse shkruani kundër shqiptarëve? Pse shkruani kundër shqiptarëve? Edhe përgjigjja jonë ishte absolute dhe e direkte. Nuk po shkruajmë kundër shqiptarëve. Shkruajmë kundër krimit organizuar shqiptar, që pasojat i vuan popullit shqiptar. Pasojat i vuajmë ne si shoqëri në përgjithësi. Edhe kjo ishte përshtypja dhe është e keqja e shoqërisë tonë, se për shkak se populli tonë shqiptar është krijuar bindja se krimi organizuar shqiptar është krenari për shtetin tonë. Ne krenojmë me personat të cilët e mbartin në supe krimin e organizuar. Domethënë një figurë kyçe, të cilën e njeh populli, dhe gjithë krenohen me ato, dhe askush nuk krenohet shembull me një të themi një specialist të policisë, shembull një specialist të Renejas, shembull ose ndonjë tjetër të cilët ka dhënë kontribut në kundër krimit të organizuar, po gjithë me figurat kriminale. Dhe kjo është një keqje shumë për shoqërinë dhe rinin tonë, të cilën rritet në këtë rrugë, dhe nuk kemi çfarë të promovojmë kur ai patjetër e sheh me syrin e mirë atë mafiozin, le të themi në thojza. Kjo është e thënshme dhe vërtet. Do thënë ata kanë fetishin e pëlqejnë, duan të dinë, duan të kuptojnë. Një arritur me idenë që ai mirja bëri, po mirja bëri kujt? Sepse, unë e kuptoj Maqedoninë e Veriut është pak problemi i shtetësisë, i shtetit, domethënë të ndarë. Po këtu shtetit shqiptar mirë kujt po ja bën kë? Kujt? Fëmijës tënd, neve. Problemi më i madh që ndron gjithmonë te çështjet ekonomike, domethënë sidomos ne si shqiptar, si popull, si më i varfër, gjithmonë kena pas kënaqësinë më të madhe të çështjet ekonomike. Dhe gjithë kjo procedurë vjen vetëm për shkak të përfitimit të paras. Shpesh ndodh që edhe rinia, ku e cekëm edhe më herët edhe kolegu, janë mburren me grupet mafioze për shkak përfitimi, se atë e shikojnë si person më i lartë, por si person me të ardhura shumë më të mëdha, dhe ai e di se në shtetin tonë me rrok normale nuk mund të adresohesh tek standardi i atij personit. Edhe gjithmonë për kjo bie shkak që ne të ndjekim rrugën e ndonjë personit kriminal për të adresuar deri te përfitimi më i madh që edhe ne të arrijmë nesër mbas nesër. Kemi atlete firme. Se ky është bullallëku më i madh. Ky është problemi i shoqërisë që nuk shpjegon dhe nuk di çfarë do. Dhe më besoni, nuk e kanë vetëm njerëzit, fëmijët në nevojë, familjeve në nevojë që shikojnë, po shembull nga vjen, ka ata që kanë. Dhe ata ju përplasin në fytyrë shembullin e parave që harxhohen dhe shpenzohen kot. Fatkeqësia shumë e madhe ndër ne nuk është krimi, është fakti që të pasurit tanë, ku jeni ju e ku jam unë, kudo janë, nuk shpenzojnë për librin, për kulturën, për artin, fare, s'duan të ja dinë, domethënë, unë nuk e di, dhe nuk po them të japin në një lëmosh, po them të ngrenë universitete, po them të mbështesin universitete, të mbështesin gazetari kulturore, të mbështesin jetë kulturore, të mbështesin arsimin, këtë po them unë, këtu po them, jo lëmosha na 5 lekti dhe mbyll gojën mos më shaj mua, se kjo është turpi i madh. Dhe kjo është arsyeja që ç'a të ngelet ty të argëtohesh edhe të bësh spektator i kriminalëve. Me jetën e tyre, me të dashurat e tyre, me Instagramin e tyre dhe ti pastaj kështu rritesh, që ka vrarë veshin kjo lloj jete. Dhe ky është problemi. Prandaj unë ju thash më njëherë po, ju dudjemve që jo vetëm studioni për kriminalistik, por edhe punoni, edhe angazhohemi në këtë. Për ditë, domethënë përshtatuni me një kohë tjetër, e cila kërkon literaturë, kërkon të shkruash dhe të lexosh, dhe ju po e bëni. Prandaj doja që ju ishit këtu si një shembull i njerëzve që merr kënaqësi edhe duke shkruar, edhe duke lexuar njeriu, jo vetëm duke treguar markën e rrobave. Dhe këtë se ka marrë vesh kur, domethënë ç'a kënaqësi është që të thuash, unë kam veshur këtë markë, ti se ke. Këtë se ka marrë vesh, po nuk jam njeriu dur për të folur për rrobat. Ndërkohë ju duke folur dhe duke treguar studentëve të cilët nuk dinë ç'do bëjnë me karrierën, i ngacmoni duke i thënë për shembull që po, më pëlqen, është fushë interesante, do doja të isha, apo i mendojnë që është mirë është thjesht kriminal, jo të kapësh kriminalin. Ne gjithashtu edhe në librin ton, punimin ton akademik që e kena punu si për t'i tërheq studentët e ri që të akreditohen, që të lexojnë, të studiojnë lidhe me atë punim që e kena bë, sepse jo vetëm se e përshkruajmë krimin e organizuar shqiptar, por edhe domethënë japëm inkurajim se si do të veprojnë ato në të ardhmen. Ideja ishte kjo,
për shkak ta paraqesim realitetin, ta shohim se ku është mafia shqiptare në thojza. Domethënë, as të fshehim, por edhe as të shtojmë. Ta shohim se si funksionon kjo. Domethënë, ka pasur shumë portale, le të themi, ka pasur shumë njoftime të rrënjshme për fuqizimin e mafias shqiptare në Evropë, në vende të ndryshme, por nuk është përballur gjithmonë me një punim shkencor adekuat për atë drejtim. Kemi në pjesën e Italisë ku kish portale të ndryshme dhe njoftime të ndryshme ku thotë se mafia shqiptare dominon tregun e kokainës në rrugëve të Romës apo rrugëve të Milanos, por kjo nuk është as fakt e vërtetë, për shkak se nuk mund të funksionosh në rrugët e Romës apo rrugët e Milanos pa marrur leje paraprake apo të kesh mbështetje. Dhe kjo ishte qëllimi i fokusit të mafias shqiptare kur arritën në Itali asaj kohe. Fokusin e kishte këtë në pjesën e Toskanës, ku nuk ishte shumë dominim në veri mafia shqiptare. Domethënë, jugu gjithmonë u koordinonte nga kamora asaj kohshme. Prandaj fokusi ishte në zona të paprekura. Dhe ne do vazhdojmë besoj me tema të ngjashme, po ashtu e kemi pasur edhe si projekt radhas pas përfundimit të këtij, temën e diplomës për master. Unë kam zgjedhur për shembull për vrasësit me pagesë, ndërsa kolegu im e ka për gjobvënien. Është interesante, do doja diçka për këto të dyja tani në fund të emisionit. Më trego pak më shumë për vrasësit me pagesë nga vinë, domethënë tashmë janë gjithë shqiptar apo i merrin nga jashtë, si funksionon? Funksionimi, shembull, është paraqitur le të themi kohën e fundit më i suksesshëm, të themi, ka pasur më shumë rritje, edhe pse ka qenë ndër vite. Por në dallimin duhet ta bëjmë edhe shpesh në aspekt shkencor ngatrohet kjo. Ta dallojmë vrasësit me pagesë me vrasësit serial. Për shkak se vrasësi serial mund të kesh një gjendje emocionale, familjare, psiqike, probleme, dhe ai ka një mision ta kryejë. Për shembull, ti vret 10 persona për çështje ideologjike, çfarë mund të ketaj. Tani shiqur skemi kështu të shpëndosh akoma. Në shtetet e huaja po, ama për shqiptarët jo. Edhe domethënë bëhet dallimi këtu, ndërsa sa i përket vrasjes me pagesë, ato gjithmonë motivohen, domethënë kryen shërbim për grupet kriminale. Dhe kjo ka funksionuar në dy mënyra. Vrasjes me pagesë shumicën e rasteve funksionojnë brenda grupit. Domethënë ekziston një grup aktual dhe brenda atij grupit ato marrin porosia, domethënë pagesa kryhet, domethënë ai është i atij grupi, funksionon për atë grup. Dhe kemi vrasës me pagesë të pavarur, i cili funksionon për gjithë grupet. Domethënë kush jep porosin, ai e kryen shërbimin. Ai shkon pavarësisht, mjafton pari lekë, domethënë vret grupin tjetër, vret këtu, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi, domethënë ai funksionon për çështje të pavarura. Sa më shumë është i madh fitimi, aq më shumë edhe interesi bëhet për kryen atyre punëve. Shembull në Shqipëri, Maqedonia e Veriut nuk ka pasur po jo deri në atë pikë, por në Shqipëri është i njohur kohën e fundit ky fenomen. Sidomos bëjmë fjalë në grupet e Shkodrës, pagesa të ndryshme, vrasje të ndryshme që ndodhin, bile ka pasur rast kur randë dhe përgjime në Sky City të grupeve të ndryshme, shembull bareve dhe lizve, ku shpesh mund të citohet edhe citati është interesant, ku thot për një vrasje e cila nuk ishte një vlerë të madhe, dhe thot ish vrasësi, domethënë që flet në telefon, thot ta kryej unë valla, thot, nuk ka nevojë për pagesë kësaj radhe, e ke për çef. Domethënë shikoni çfarë pike kanë arritur këto grupe të strukturuara në Shkodër. Domethënë ta kryej, thot, unë nuk ka nevojë për pagesë këtë radhë. E ke nga shtëpia me një farë fjale. Domethënë merr një kafe. Po, se nuk është personi ndonjë rrezikut aq të lartë saqë mund të krijojë ndonjë të them ndonjë plan strategjik apo është me pesh që mund ta dëmtojë reputacionin e vrasës me pagesë. Mirë, kuptoj, një vrasës me pagesë apo është profesionist, domethënë ruhet mirë, sepse ai në përgjithësi në Shqipëri ka kapje, kapen. Vrasësit kapen, nuk mund të thuash që po bëhen nami, vranë dhe se din ku shkojnë. Të gjithë po kapen. Si e vë kokën në rrezik apo mendon që do dalin, si? Po shumica këtyre personave duke menduar karakterin e kryesor, mendimin e këtij, një person të cili mendon për vrasja e pjesën tjetër, as nuk e mendon fare, domethënë sa të zgjat. Po duhet të mendojmë siç mendojnë ata. Siç mendojnë ata. Po, dhe ai thotë, marr lekët, pastaj po shkojnë në burg, do dal prap, do vras prap, do thonë janë. Është Nuredin Domani një rast për të studiuar? Është një rast shumë për studiuar që është ballafaqur, domethënë është dorëzuar drejtësisë, ka shumë materiale të mira për të marrë dhe për domethënë ky rast i ndihmoi shumë, por në këtë rast tjetër, sa i përket vrasjeve me pagesë, nuk duhet nga organet e rendit, edhe pse është dorëzuar të ketë zbukje maksimale për shkak se ka bërë vrasje të shumta. Domethënë nuk mund të merret vetëm si rast, o dorëzuar drejtësisë, na ndihmoi neve. Hajde ta mbyllim syt, se pastaj mund ta bëj kushdo, të vrasë, të dëshmojë, të shpëtoj. Asgjë askujt. E prandaj është të tmerrshme. Vrasje të tmerrshme. Nuk asnjëherë gjaksin ndaj gruas që kërkonte nënës për djalin për një garazh vrar. E vranë nënën brenda. Nuk e di. Edhe askujt asgjë. Dhe pastaj flasin për besën këta. Fiks. Ndërkohë dua të kuptoj për gjobvënien, për cilën lloj gjobvënie, se tani kush nuk po vë gjob. Kohët e fundit ka filluar
zbehet kjo puna e gjobvënjes, dhe më thonë se si cili është i zoti i shtëpisë vetë, nuk e kanë cek kot ato më të vjetrit. Por më herët është fokusuar më tepër te këto klubet e natës, te këto restoranet, kafet, apo pjesët e cilat veprojnë shumë mirë. Sidomos edhe të pjesët hotelerike që kemi në për pjesën e jugut, apo... Do me thënë, të shojnë, ti ke biznes të mirë të esa, në unë vitë të them qëfar? Vinë në mënyrë direkte të them se edhe unë dua përqindje, se ti fiton shumë, të fitoj edhe unë e pak. Po, duke të kërcënuar, kuptar. Faktikisht në fillimin e veta vinë si me të mirë, po në qoftë se ti nuk paguan ato persona, atëherë do kesh dëmtime, dëmet e mëdha. Do më thonë që nuk mund të përfitosh pastaj ti për veten tënde. Në rast se s'paguan ato. Në qoftë se ti punon njerëzit? Paguan. Standard, sidomos ato që kanë bizniset të mira, gjithmonë paguajnë se nuk dojnë që ta prishin biznesin e vet, ta prishin familjen e tyre, apo... A ta të kërcënojnë duke ditur diçka për ty, apo si vinë? Unë ta jap një shembull që është analizuar nga ekspertët e sigurisë. Dhe më thonë, gjobvënia si funksionon të kohët e hershme, por edhe sot si funksionon. Personat të ndryshëm, të cilët i përkasin një grupit aktual në ato zonë, për shkak se nuk mund të shembull një person nga Vlora shkojë të vetë gjobë në Shkodër. Domethënë ai funksionon në atë zonën e vet, e një strukturën, e një gjithë gjeografi, pozitën gjeografike edhe bizneset që i ka. Organizohen, asnjëherë nuk u shkruar në gjobvënie një ose dy persona, gjithmonë një shkruar një grup i mirë koordinuar. Dhe pa kërcënime, takimi i parë gjithmonë është realizuar me një paraqitje miqësore, duke të ofruar ofertë. Ne për shembull të sigurojmë ti biznesin dhe për këtë tarif ke për shembull 10.000 euro tatim mujor që duhet na dorëzosh neve. Ne ty ta sigurojmë për çfarë do lloj problemi, për çfarë do lloj. Në qoftë se ti nuk e plotson atë kriter, atëherë rendin e dytë të vinë me pasoja shumë të rënda. Para ti duke folur, mua më kujtohet vetja në Tepelen, dhe po flas për 97-ën, kur rrugët e Shqipërisë ishin të pakalueshme. Unë isha gazetare dhe ne po shkonim drejt Tepelenës ku bëjnë takim elektoral. Në makinën e Reuterit, më thanë hiq këto florin që ke në dorë, ç'florin kisha unë, pastaj thash po, mimo, që do bëjnë, do marrin florin. Nëse, si përfundim në ndaloj njëri dhe i tha që më jepni kaq lek, sepse ndryshe ju e keni të vështirë më përpara për të vazhduar rrugën. Dhe pyetja që bëri shoferi ishte, mirë po t'jap këto lekët ty, po nuk do më dalë njëri tjetër pastaj që të kërkoj të njëjtat lekë, domethënë kush më siguron që rruga përpara është e mbrojtur. Unë tha i siguroj, po si më siguron? Tha, ç'a ti them unë atij kur të më ndaloj? Tash ke muhabeti tha kë. Dhe nuk i dham lek ti njeriut, sepse kuptuam që do vazhdonim të jepnim lek përsëri. Me kokën torp e bëm atë rrugë, shpëtuam gjallë, u kthyem gjallë. Por këtë dua të kuptoj, besimin që ka një njeri kur i kërkojnë gjobë, që sot i vinë tjetër, se ti i hap derën gjobës pastaj. Ashtu. Si japin? Pse ndodh kjo? Për shkak se personi, në rastin konkret e zëm se unë jam biznesmen dhe të vinë në zyrat aty. Faktikisht biznesmeni i cili i ofrohet ky shërbim e di se me ka të bëj. Domethënë nuk merret gjithkusht me gjobvënie, për shkak se nuk mund të vinë një person, janë mbledh 2-3 persona të vinë të vënë gjobvënie. Ai person i cili të lip gjobvënie ka emër mbi emër, ka karakter dhe ka histori kriminale. Dhe prandaj personat biznesmen, njerëz të pasur që merret me strukturë legale, nuk e njeh shumë mirë historikun e këtyre personave dhe prandaj ju dorëzohet. E kuptoj. Po flasim edhe tani, domethënë kjo vazhdon fort gjobvënia apo tani shteti ti e denoncon dhe shteti rastet e fundit që më prej 2020-s pas Covidit 19, rastet filluan të dobësohen. Ra një ulje drastike për shkak se shteti i tregoi, le të themi, dhëmbën në këtë aspekt dhe gjobvënia filloi të dobësohet me një formë. Ekziston gjobvënia vetëm në atyre personave të cilët caktojnë gjoba më të mëdha, shimër korporatave, firmave, të cilët ju ofrojnë mbrojtje, po ka edhe raste nga analiza të shumta të huaja, ku gjobvënia kërkohet edhe vetë nga bizneset. Për shkak se unë si një biznesmen, analiza që janë bërë, del që unë si një biznesmen kërkoj mbrojtje, siguri, për shkak se ekziston një grup ende më i fuqishëm që mund të më dëmtojë mua si biznes, dhe kështu unë mbrohem me emrin e personit në fjalë. Prandaj ka pasur raste konkrete ku edhe vetë bizneset kanë kërkuar me një farë forme sigurimin e jashtëm të tyre. Ndërkohë, duhet të paguash sigurimin e brendshëm, sigurimin e jashtëm, nuk e di çfarë ngelet një biznesi për të vazhduar, vetëm nëse biznesi ka çartshej, domethënë, që e bën këtë pagesë. Nuk e di çfarë të them. Por ndërkohë, Shqipëria është përsëri numri 1 këtu, Maqedoni, Kosovë.
Ku ka para ka dhe probleme, domethënë. Shpesh ndodh, domethënë se dallojnë ato sa i përket gjobvënjes, po besojmë se përsëri Shqipëria është më tepër për shkak të Bregdetit shqiptar. Më shumë biznese, hotelerit më tepër, kafet më tepër, domethënë Shqipëria njihet më herët u përmendësi edhe Tirana besoj se ishte përmendësi është duke u shtyr me Barcelonën për shkak të kafeve të shumta, që janë kafiçe të shumta janë hapur, edhe gjithë kjo shtyn deri te ajo. Ke lëndë të parë, domethënë ka tre. Lënda e parë ku është që aty vazhdon edhe puna. Por shteti është fuqizuar apo do ky është gjithë problemi. Sa të fortë ke shtetin dhe sa bashkëpunues ke me krimin. Domethënë, kur ka një sëmur, është çështja sëmuri bashkëpunon me sëmundjen apo me doktorin. Dhe këtu është pyetja. Biznesi bashkëpunon me gjobvëndsin apo me shtetin? Këtë dua të kuptoj, si ndihet në Kemi raste ku ai person i cili ndihet se do të merr një job në një person tjetër, ai e denonson në polici. Por shumicën e rasteve edhe nuk denoncojnë për arsye se pasiguri që ekziston nga ana e shtetit, domethënë. Pasu që edhe këto grupe janë të lidhura me organet e rendit. Ka raste të dokumentuara dhe prandaj e din që me ato denoncim vetëm mund ta përkeqësoj punën se sa t'i ndihmoj. Rritet gjobvënja tani, prej 5.000 ose 10.000 euro bëhet. Nëse fole, thot ai, tani shkon kaq. Tani shkon ndryshe. Ose bëjnë ndonjë dëm tjetër pronësor, që ti vetë je detyruar që të kërkosh falje dhe të vazhdojsh mënyrën rutinën se si dëshiron ai person të cilën ke bashkëpunuar. Se tani po na ligështoni fare, vetëm raste të tilla ka raste që kanë denoncuar edhe në rregull shteti të ka futur në burg, domethënë këta njerëz gjobvënësit i ketë gjithë tani në. Ne po flasim për aspekt. Ne po flasim për aspekt shkencor, domethënë rastet që cilët e kemi përbër librin dhe botimin. Përgjithësi ka pasur edhe plot raste të cilët të dokumentuara, të cilët jo vetëm për të gjobvënia, por edhe të vepra të ndryshme penale, domethënë të trafikimi i drogës janë kapur, sasi të ndryshme narkotikësh, edhe vepra shumë të tjera, domethënë ne kemi dokumentuar ato raste që na interesojnë për studimin e kësaj dukurie, të themi. Dhe unë mendoj nga analiza që kemi bërë, mendoj që është dhe ide shumë e mirë për luftimin e krimit organizuar. Gjithmonë ka institucione, ka prokurori, gjyqësor, polici, organizata që po më e rëndësishme që doli kohën e fundit nga analiza e të huajve dhe duke konsultuar edhe me kolegë të tjerë, sidomos me Shqipërinë, kohën e fundit unë mendoj që krimi i një institucioni siç ishte SPAK-u, mendoj që arriti atë nivelin e duhur dhe i tregoi krimit organizuar, korrupsionit atë vendin se ku duhet të jetë, edhe pse ka shumë punë për të bërë, ka edhe shumë arritje tjera për të bërë, por u krijua te populli se ka dikush që të komandon, ta tregon vendin pasi ke bërë atë vepër penale apo pasi e kyçur nëpër këto struktura kriminale. Domethënë, edhe dosjet më të vjetra para 20 vjetë janë rikthyer dhe janë shqyrtuar. Dhe ne plus kemi pasur edhe vlerësim nga vetë SPAK-u, ku cilët do të jetë në botim të librit ton. Kemi marrë vlerësim edhe nga drejtori aktual, domethënë që është në shkruarje zoti Dumani, i cili na ka dhënë vlerësim për punën tonë kërkimore dhe na kanë ofruar mbështetje për çdo informacioni. Pra mendoj që edhe shtetet tjera rajonale me krimin e një institucioni i cili le të themi nuk është i komanduar nga qeveria apo nuk është i komanduar nga organet e rendit të mbretshëm, partitë politike në përgjithësi, mendoj që mund të ketë shumë efekt për luftimin e kësaj dukurie kriminale. Pra, janë institucionet të cilat nëse fuqizohen dhe arrin të krijojnë frymën e besimit, atëherë i sëmuri do bëhet me doktorin dhe jo me sëmundjen, nuk do të dorëzohet. Kjo është e gjitha që ne presim. SPAK-u apo të ngjashmet e tij, institucione të jashtme apo fuqizim të institucioneve së brendshme, mjafton që të fuqizohet besimi tek shteti. Pushtetet shkojnë e vinë. Ajo që ngelet është besimi i njerëzve tek shteti i tyre. Ky kthehet pastaj në besim për të qëndruar në vend apo për të kthyer në vend. Kështu që unë uroj shumë që djemë si ju të shtohen, edhe pse s'më pëlqen kjo fraza, kur gjoj ndonjëherë, 10 si ju, po pse 10 si ju, ja 2 si ju, bravo i qoftë, që bëni libra, që besoni, që jeni me doktorin, që jeni doktori, dhe nuk bëheni me sëmundjen, u shtofshin. Mundësit që ju t'ja dilni, dhe urime për librin tuaj, me si pres ta kem në dorë. Bravo. Bravo Riadi dhe Jetoni, kënaqësi që ju pata sot, dhe kënaqësi që të kem vajza dhe djem, kudo që shkëlqejnë. Unë besoj fort tek rinia, besoj në çdo kohë, sepse rinia përveç
mundësisë për të qenë më profesionale dhe më e përshtatur me kohën dhe me ritmin e kohës, ka gjithë energjinë dhe idealizmin që duhet në raste të tilla, se po, ke nevojë për idealizmin e rinis. Andaj ju keni diçka që nuk e fati ta kesh gjithmonë, ndonjëherë shuhet me moshë, ndonjëherë se ke kur. Ju, edhe ne që do jemi në dorë të djemve dhe vajzave, që do e dalin të mbrojnë këtë tokë, ndryshe nga që kemi bërë ne deri më tani. Dhe ku them këtë tokë, kam parasysh shqiptarët, edhe shqiptarin kudo që është Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Maltësi, kudo ka shqiptar, kudo ka Shqipëri e ti. Faleminderit.